Atëherë, siç e paralajmëruam më herët, tashmë jemi në studio me sekretarin e Federatës Kajakut Shkrep Bali Demaj për diskutuar për detajet e një organizimi të veçantë që do të mbahet në Kosovë. Zot Bali Demaj, faleminderit shumë që je sot me neve. Faleminderit për ftesën. Për kajakun nuk kam folë më herët, është realisht hera e parë që po foli për kajak, po ideja e emisionit do qenë me kriju një emision që me u përfshi të gjitha sportet. Kështu që faleminderit që ke gjetë kohë me çfarë neve. Kajak Ergometer 2026 do të organizohet me 8 mars në Kosovë, edhe veçanta është që po organizohet për herë të parë një lloj tillë. Po, faktikisht është hera e parë, shkak se kena mri me i siguru një pajisje më në fund, dhe kem planifikuar të paktën edhe 8 mars le të jetë pak kështu si fest, edhe si mundësi për herë të parë faktikisht me edhe na veten me testu një farforme se si ka me vazhdu procesi. Besojmë që ka me shku shumë mirë, i kem po gjitha pregaditjet, presim tash veç ajo pjesa e garuzve dhe thjesht dashamisht kush ka qef me marr pjesë është i mirë se ardhën. Pa dalë te pjesa e garuzve, me shpjegu pak për dëgjuest, për ata që mundën mos me qenë të njoftuar me kajakun, çka i bën realisht ergometri? Ergometer është një pajisje mekanike me qujt që e simulon kajakun një farforme. Është një pajisje e gjatë kështu me një ulse, me një me një shtag. Po. Edhe e ka një mekanizëm që varësisht domethënë prej peshës, prej forcës, përcaktohet edhe fuqia e lëvizjes, edhe një formë e simulon mënyrën e kajakut se si bëhet, domethënë në realitet, po. Po krejt ideja kësaj është kriju për faktin që kur nuk janë kushtet me marrë realisht me kajak, tamam në vendet e duhura, bëhet mrenda. Po, për shkak se shumicën e vendeve faktikisht dyshimi i kohës madhe është koha pjesa e dimnit, ku kajaku thuajse komplet bjen poshtë, domethënë pjesa e ushtrimeve në ujë, domethënë komplet kthehet në aktivitete fizike, ushtrime fizike brenda fitnesse, domethënë hapësira të ndryshme. Mirë, po kanë gjetë formën që edhe gjatë dimnit me pas mundësinë të paktën me majt edhe një garë, e quajnë ndërkombëtarisht indoor ergometer, kajak ergometer, edhe ka tregu shumë rezultat mirë, edhe është pothuajse çdo vit mahet edhe gara ndërkombëtare, edhe gara të brendshme domethënë të klubeve. Kështu që për ne është përsëri po flas diçka e re, kemi testu, edhe pse na ka rënë domethënë me provu jashtë, se kemi qenë në ngjarje të këtilla. Ngjarje të tilla, kemi po ecurin edhe mënyrat se si janë zhvillu, edhe na ka duktur interesant, edhe pse jo mos me pas edhe na. Po thjesht ergometri është një pajisje që duhet me pas patjetër. Po pas benefit më shumë se sa për këtë garë. Benefitet e saj janë që me këto pajisje ju mundi me marr pjesë edhe në gara ndërkombëtare, pa që janë prezent në vendet ku zhvillohen. Po, e ka mundësinë se mënyrën e lidhjes domethënë mundesh me bë edhe përmes rrjetës. Perfekt. Që thjesht konektohesh me klube tjera, edhe pra tazon nëse gara përcaktohet ergometrit me u zhvillu në Poloni, garuesit tonë nuk kanë nevojë me shku në Poloni, po stacionohen në Kosovë në pozit, lidhen pajisjen me internet ose çka duhet me lidh, edhe garat i zhvillojnë prej Kosovës. Po që është faktikisht është erkiju me sistemi që Federata Ndërkombëtare ka softverin e zhvilluar në atë formë që jep qasje, logohesh në webfaqen e tyre, edhe një farforme, edhe pse je në Kosovë, në ekranin e Polonisë figuron gara, emri, lamuri, çdo gjë, edhe domethënë është në mënyrë vizuale. Kjo bën edhe si aset për federatën nikosisht, se është pajisje që është shfrytëzohet normal që në shumë funksione. Normal që po, përpos garës tash që shfrytëzohet. Të bëhet testi, pastaj e dini që funksionohet me ta. Po është edhe thjesht pajisje e domosdoshme edhe për ushtrime. Absolutisht. Sa janë shtrajta këto pajisje? Pajisjet, për momentin pajisjet që kemi ne janë pajisjet të certifikuara prej federatës. Po.
ndërkombëtare, edhe normal që kanë kostot e tyne sillet prej 5.000 për pjetë, më thonë është varet çka kërkon. Se dallon adon elektronikën, adon softwaren, janë procedura që, si më thonë, ose paketat ndryshme që normal çdo paketë rrit edhe koston e vet. Prej krijimit 2018-s, nëse s'gaboj, federata kur është kriju. Federata 2018. Sa janë të kënaqur edhe sa janë regjistru arritjen sportin e kajakut, pasi pak flitet për kajakun realisht. Se i përmend edhe medaljet. Po, realisht jemi mundu me gjitha forca që kemi pas deri tash, jemi mundu me shty përpara si sport, për shkak se ka benefitet e veta si sport kajaku, domethënë renditet, më thonë, është ndër sportet ma fitim prurse ka aspekti shëndetësor, edhe çka kemi bë, jemi mundu fakt me promovu në atë mënyrën se sa kena pas hapësirën, domethënë të shfrytëzu resurset që i kemi, si liçenet, si lumet, si bazenet, domethënë çdo gjë. Normal, edhe me ato pajisje që kemi mujt mi siguru si fillim, sa jem kënaqur, nuk më thonë si jem kënaqur sa duhet, mirë po prapë është... Tu bazon kushtet? Në kushtet, besoj që kemi arrit mjaftueshëm. Mirë po ajo mjaftueshëm nuk është për neve mjaftueshëm, kështu që duhet me alami dhënë energji pak më të madhe, normal edhe interesin e njerëzve pak a shumë, është edhe se kemi gjetë mënyrën ose formën e duhur për me i tërhiq njerëz, po jem hapin e duhur për me arrit diçka pak më shumë. E përmendi një qëllim shumë interesant. Tërgimi i garuzëve kosovar në lojrat olimpike. Kjo është një prej synimeve t'juaj. Është shumë e vërtetë që nëse synimet i kena shumë të mëdha. Mirë, po shohim që kem potencial, edhe ka garus që mund me mri shumë shpejt nivelin që me marr pjesë edhe në lojra olimpike. Se jo nuk është në gjë që s'është arrit deri më tash, kështu që edhe kajaku mundet shumë shpejt me qenë edhe pjesë e lojra olimpike. Por pas kësaj është dëshmu edhe tash edhe më herët që ka garus gatshëm me prerje nga Kosova që kanë zhvilluar karrierën edhe jashtë, janë të gatshëm me përfaqësu shtetin. Po kem garus, nuk është që kem shumë, ata që i kem nivelit, më thonë, profesional që kanë arrit goxha mirë në pozita si në gara ndërkombëtare si ballkanike, flas në rajon, saqë nuk është që kemi arrit shumë, po ka dhe medale të arta të argjendta, domethënë që kanë rri me i siguru. Perfekt. Po kur jemi tash flas në një konkurrencë. Po flasim për nivelin e lartë. Normal. Një prej elementeve që e vendos në vështirësi edhe kajakun, po edhe disa prej sporteve është infrastruktura. Pra juve për me ushtru ose për me kry një veprimtari, ju duheni vazhdimisht me bardh kajakun vet. Nuk keni një vend ku mundet me stacionu kajak, edhe me shku me ushtru, me vendos me një vend, po duheni me bajt me një pajisje që është so ke 8 metra nëse s'gaboj. Ka arrit gjatësinë edhe 8 metra, domethënë kajaku. Është pak e vështirë. Është pak shqetësuese faktikisht fakti se prej 2018-s alos kemi arrit, domethënë jemi vitin 2026, alos kemi arrit me kriju një bazë. Është vështirë, nuk më thonë që se kemi përkrahjen e institucioneve. Pjesa financiare, po thjesht nevojitet në këtë rast edhe logjistika. Lypet pak më shumë logjistik, lypet pak më shumë interes nështë edhe prej ministrisë, prej që më na thjesht më na caktu një vend, më na dhon një lokacion, me pas një farë mundësie pak më të qelun, e deri tash s'kemi arrit me bo një gjatë tillë, që obligohem pothuajse çdo ditë, po sa shkojmë trajnim ose mundohem me shfrytëzu kohën, obligohem ngarkem shkarkem rrugë, domethënë kur jeni në komunikacion sigurisht që është në Kosovë me 10 kajak. Me 8 metra kajak në 10 tir.
Është bukur me pas si pamje se krejt njerëz nalen. Po, e vërtet. Sa është ndryshe. Po për shoferin nuk është ndjenje mirë, kështu që po dam mu aspekti negativ i krejt kësaj është që Kajaku përveç sportit ka mujt me u shfrytëzua edhe si rekreacion ose si promovim ose gjithçka. Në këtë rast nga me pas një plan nga shteti. Ka plane, faktikisht shumica e planeve bëhen prej anës tonë te ana e promovimit, po flas mundohem me bë promovime në për shkolla, në për si më thon, me festivale, me aktivitete të llojeve ndryshme. Njëri prej aktiviteteve tash 2 vite, faktikisht si viti 3 që mundohem me organizu është Kajak Festi e quajmë. Po. Zhvillohet në Batllava, është 3 ditë gjatë, po kryesisht kom përcjell dorën zamën, është shumë interesant. Është më shumë dedikohet kajakut, familjeve, domethënë prind pak a shumë me ardhmë. Informues. Po, informues me pas si hypen kajak, sa është i sigurt, domethënë gjithë ato procedurat fillestare, trajnime, gjëra të bëhen pe stafit normal. Edhe thjesht ju jepet hapësirë me shiju. Se kajaku e ka dhe tonën pozitive. Normal. Ta jep mundësinë me shiju goxha shumë natyrën që disa vende që s'ke shans mi pa me veturë ose në kam kur je me kajak mes nesit. Shkret, falenderoj shumë për prezencën, për kohën që ndove për neve. Ju uroj shumë sukses në organizimin e kajak ergometrit edhe uroj që shkon gjithçka mirë dhe uroj që keni interesim të mjaftueshëm për këtë kohë. Faleminderit shumë. Ftesën shpresoj që të shkojë gjithçka mirë. Po për ata që janë të interesuar me 8 mars. Për ata që janë të interesuar në 8 mars te ne i thojmë objekti te restoran Lindan, rrugës për Fushë Kosovë, është Fitbox CrossFit, është një sallë që ka pajisje faktikisht. Edhe i plotson kushtet si hapësirë. Edhe jeni të hapur për gjë. Po, aty është e hapur për çdo njërin marr me provu, pse jo edhe me marr pjesë në gara. Pa ndonjë problem. Kur nuk e di ku fshihet talenti. Shumë është e thjeshtë ajo punë, pse mos me tregu veten. Nuk është asnjë gjë rrezik, thjesht kem ul edhe me. Te ka fundit nuk kur gjë, vetëm është me fitu diçka. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shumë suksese në organizim. Faleminderit shumë.